Moska është përfshirë këtë të shtunë në atë që opozita e ka cilësuar si demonstratën më të madhe të 20 viteve të fundit. Qindra mijëra njerëz kanë zbritur në një shesh në jug të Kremlinit në shfaqjen më të fundit kundër zgjedhjeve të manipuluara parlamentare. Manifestime më të vogla janë mbajtur edhe në qytete të tjera të vendit. Protestuesit pretendojnë se ka patur manipulime të mëdha në zgjedhjet e së dielës, aty ku partia në pushtet e kryeministrit Putin shënoi gjithsesi një rënje të mbështetjes. Qindra njerëz aktivistë të opozitës janë arrestuar gjatë javës së fundit, kryesisht në Moskë dhe Shën Pjeterburg. Të paktën 50.000 agent policie dhe forca të specializuara kanë zbritur në rrugët e Moskës për të garantuar sigurinë. Korespondentët e agjensive të huaja theksojnë se gjatë kësaj jave Rusia është dukur më shumë si një shtet policor se sa një demokraci. Autoritetet kanë lejuar mbajtjen e protestave në disa sheshe të caktuara pas negociatave me liderët e opozitës, ndërkohë sipas rezultateve zyrtare të zgjedhjeve, partia e Putin, të Bashkuar për Rusinë, ka fituar 49% të votave për Dumën nga 64% që kishte më parë.